çastet intime me dashurit e vet, të mos i ndaje me kërkond, ashtu është edhe ibadeti. Është momenti kur ti je më i lidhur me Zotin tënd, s'ka nevojë që tjerë të jenë dëshmitar gjendjes tënde shpirtërore. Prandaj kur ta merr Kur'anin, merre për me lexu për hir të Allahut Teala. Dhe bëne synim arritjen e kënaqësisë së tij, jo arritjen e kënaqësisë së njerëzve. Nëse me lexim të Kur'anit, me heshim të zonit që e bën, ti synon që tjerë më të lavdu, e jo të Zoti me arrit shpërblim, se ti kur ta lexon Kur'anin do të me pas parasysh se për çdo shkronjë të saj ke nga 10 shpërblime. Për çdo shkronjë. Nëse dietarët kanë thënë se Kur'ani i ka mbi 330.000 shkronja, herë 10 sevape i bie, nëse lexon këtë Kur'anin i bie mbi 3.300.000 kusur mijë sevape i ke fitu të Allahu Teala, që është meselet i mi bo 3.300.000 kusur mijë gjunahe në jetën tënde. Edhe pse disa bëva ki shumë shpejt e arrin atë numër, për jam të folë për muslimant, e sinqert që është mesele me e bo gjithat numër.